Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera është sot, të keni mundësinë të ndiqni. Për të garantuar sigurinë ushqimore gjatë sezonit veror, Shërbimi Veterinar i Bashkisë Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet në thertore dhe njësitë e tregtimit të mishit. Specialistët verifikojnë cilësinë e produkteve dhe dokumentacionin shoqërues, ndërsa bëjnë apel që konsumatorët të blejnë vetëm në pikat të autorizuara. Mini tunelet në pazarin karakteristik të Gjirokastrës po kthehen në pika të veçanta për turistët. Të ndërtuar gjatë periudhës së komunizmit, sot ato shfrytëzohen si biznese ku vizitorët blejnë produkte tradicionale dhe njihen me historinë, arkitekturën dhe funksionin e tyre mbrojtës. Në fshatin Kakos të Lunxhërisë, banorët vijojnë traditën e kujdesit për baqet dhe prodhimet e stinës, ndërsa vera sjellje dhe gjallërinë e familjeve që rikthehen nga emigracioni. Krajina po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë për natyrën, traditat dhe mikpritjen e saj. Galeria e Arteve në Sarandë hap dyert për ardashësit këtë sezon veror. Turistët vendas dhe të huaj krahas plazheve dhe trashëgimisë kulturore të qytetit kanë mundësinë të vizitojnë edhe ekspozitën e skulptorit Agron Rushiti, me 84 vepra me skulptura dhe vizatimesh. Ekspozita pasyron ofertën kulturore të Sarandës dhe do të qëndrojë e hapur për të gjithë vizitorët. Ju njohin tani më gjërësisht. Në Shqipëri janë krijuar deri më sot 33 shoqëri të bashkëpunimit bujqësor, një strukturë që synon fuqizimin e bashkëpunimit mes fermerëve, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrenshmërisë së produkteve vendase në tregjet e Bashkimit Evropian. Zvendas kryeministri Albana Koçiu bëri të ditur se përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2026, qeveria shqiptare financon deri në 100% këto shoqëri për të nxitur modernizimin në sektorit. Bashkëpunimi mes fermerëve po merr një rol gjithnjë më të rëndësishëm në zhvillimin e bujqësisë shqiptare. Krijimi i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor po shihet si një model që synon të rrisë prodhim, të ulë kostot dhe të forcojë pozicionin e produkteve shqiptare në tregjet vendase dhe ato të Bashkimit Evropian. Deri më sot, në Shqipëri janë krijuar 33 shoqëri të bashkimit bujqësor, të cilat bashkojnë fermerët për të zhvilluar aktivitetin e tyre në mënyrë më të organizuar dhe më konkurruese. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ka bërë të ditur se qeveria vijon të mbështesë këtë formë organizimi përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2026. Sipas saj, kjo skemë parashikon financime për shoqëritë e bashkimit bujqësor, me synim rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe nxitjen e investimeve në sektor. Qeveria shqiptare përmes skemës kombëtare të mbështetjes për vitin 2026 financon deri në 100% masat e dedikuara për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Dhe kur je i organizuar, dyert e fondeve europiane hapen shumë më lehtë. Rruga jon nga fermeri vetëm tek fuqia e bashkimit, nga prodhimi tek vlera e shtuar, nga mbështetja tek investimi, nga tregu i fshatit tek tregu europian. Dhe për të duart trokitur jemi të qartë, duhen të dyja duart. Vijojmë bashk, më të organizuar, më konkurrues, më pranë Europës. Sipas saj, forcimi i këtyre strukturave është pjesë e politikave për modernizimin e bujqësisë shqiptare dhe afrimin e saj me standardet europiane. Mbështetja financiare synon të krijojë një sektor më të qëndrueshëm, më efikas dhe më konkurrues. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor janë një nga instrumentat më të rëndësishëm për modernizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë shqiptare. Kemi ujë, kemi klim, kemi tokë të mirë dhe kemi fermerë që punojnë nga mëngjesi në mbrëmje. Por puna e mirë nuk mjafton kur je vetëm. Kur je vetëm, pleun e ble më shtrenjtë. Kur je vetëm, çmimin ta vendos tregtari. Kur je vetëm, makinerit nuk i përballon dot. Kur je vetëm, standardet e Europës janë shumë larg. Ama kur bashkoheni, ndryshon gjithçka. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor janë pikërisht kjo, fermerë që bashkojnë forcat. Kostot ulen deri në 30%, prodhimi rritet, investoni bashk në përpunim dhe magazinim, dili në treg si një zë i vetëm, jo si 10 zëra të vegjël. Dhe të jemi të qartë për një gjë. Toka mbetet e jotja, ferma mbetet e jotja, askush nuk të merr asgjë, ju bashkoni vetëm forcën, jo pronën. Zgjerimi i shoqërive të bashkimit të bujqësor do të ndikojë jo vetëm në rritjen e të ardhurave të fermerëve, por edhe në zhvillimin e ekonomisë rurale, duke krijuar më shumë mundësi për investime dhe përpunime të produkteve vendase. Përmes kësaj qasjeje synohet që bujqësia shqiptare të jetë më e fortë dhe më e përgatitur për të konkurruar në tregjet e Bashkimit Evropian.
Për të garantuar sigurinë ushqimore gjatë sezonit veror, shërbimi veterinar i Bashkisë Gjirokastër ka intensifikuar kontrollet në thertore dhe njësitë e tregtimit të mishit. Specialistët verifikojnë cilësinë e produkteve dhe dokumentacionin shoqërues, ndërsa bëjnë apel që konsumatorët të blejnë vetëm në pika të autorizuara. Sektori veterinarisë pranë drejtorisë së bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër ka shtuar kontrollet në terren për të rritur sigurinë ushqimore dhe kontrollin e mishit që tregëtohet në tregje, dyqane dhe subjekte private. Kontrollet po kryhen për të verifikuar kushtet e ruajtjes, dokumentacionin përkatës dhe origjinën e produkteve me bazë shtazore. Vëmendja dhe puna jonë gjatë sezonit të verës është kryesisht tek dyqanet e mishit dhe te tregu i frutaperimeve, tek tregtarët ambulant që shesin nëpër trotuare. Ne kemi rutinë të punës të përditshme, kontrollin tek dyqanet e mishit, sidomos për higjienën dhe pastërtinë, duke qenë dhe stina e nxehtë dhe mikroorganizmat zhvillohen më lehtësisht. Edhe sezoni turistik që është në qytet duke pasur dhe shumë turistë, për të garantuar një siguri ushqimore sa më të lartë tek të gjitha subjektet, ne kontrollojmë higjienën, pastërtinë, kontrollojmë raportet veterinare për çdo mish që tregtohet në dyqanin e mishit, gjithashtu edhe vulat e vendosura nga veterineri zyrtar. Në përgjithësi është e mirë. Ka disa subjekte që ka nevojë për përmirësimin e kushteve higjienike. Këtu është gjithë problematikat e kushtet higjienike, ndërsa si dokumentacion dhe si kontroll veterinar është shumë i rregullt tek të gjitha subjektet. Mishi është i vulosur me dokumentacion i shoqëruar me raportin veterinar, i kontrolluar nga veterineri, kështu që të gjithë konsumatorët që blejnë mish duhet ta blejnë tek këto subjekte sepse kanë të garantuar qoftë cilësinë, qoftë edhe kontrollin. Në subjektet ku janë konstatuar shkelje të cilat kanë qenë kryesisht për kushtet higjieno-sanitare janë lënë detyra konkrete, ndërsa inspektimet do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Ne ju kemi lënë detyra faktikisht për përmirësimin e tyre dhe duke vajtur erës tjetër, për shembull ne shikojmë çfarë kanë përmirësuar, çfarë s'kan përmirësuar, po deri tani domethënë i kanë realizuar. Vetëm 2 subjekte që kanë akoma mangësi dhe janë drejt plotësimit të këtyre kushteve. Qytetarët këshillohen të tregohen të kujdesshëm në blerjen e mishit dhe produkteve ushqimore, duke u siguruar që ato të jenë të certifikuara dhe të përmbushin standardet e kërkuara. Zjarri në Malin e Gjerë vihet në kontroll pas më shumë se 5 orësh. Flakët që përfshin zonën e Milavës mbi Levenisht të Gjirokastrës u shuan orët e para të mëngjesit të së njëjtës pas një operacioni të vështirë për shkak të terrenit të thyer. Nga zjarri u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me pemë dhe shkure, ndërsa ka nisur hetimet për shkaqet e tij. Një zjarr me përmasa të konsiderueshme përfshiu mbrëmjen e kaluar shpatin e Malit të Gjerë mbi fshatin Levenisht, në vendin e quajtur Milava, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të forcave mbrojtëse nga zjarri dhe shpëtimi. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe rrezikut të përhapjes së flakëve në një sipërfaqe më të gjerë, në operacion u angazhua e gjithë drejtoria e MZSH Gjirokastër. Efektivët punuan për disa orë në kushte të vështira, pasi terreni i thyer malor dhe intensiteti i flakëve e vështirësuan ndjeshëm ndërhyrjen. Fal ndërhyrjes së koordinuar dhe punës së pandërprer të forcave zjarfikëse u bë mundur izolimi i vatrës së zjarrit, duke parandaluar përhapjen e tij në zona të tjera. Pas më shumë se 5 orësh operacion, flakët u vun plotësisht në kontroll dhe zjarri u shua. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe konsiderueshme me pemë dhe shkure, ndërsa nuk raportohen dëme në banesa apo persona të lënduar. Ndërkohë, organet ligjzbatuese kanë nisur veprimet për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Autoritetet ju bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta dhe të njoftojnë menjëherë strukturat përkatëse në rast të konstatimit të vatrave të zjarrit. Gjatë këtij muaji në Bashkinë Gjirokastër janë regjistruar 11 raste zjarresh, ndërsa 6 persona janë proceduar nga organet kompetente në lidhje me këto ngjarje. Ndërkohë, organet ligjzbatuese kanë nisur veprimet për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Kalaja madhështore e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. E ngritur mbi qytetin e Gurt, ajo mirëpret çdo ditë vizitor nga vende të ndryshme të botës, të cilët zgjedhin të zbulojnë historinë, arkitekturën dhe panoramën e veçantë që ofron ky monument i rrallë. Në 7 muajt e parë të këtij viti, mbi 150.000 vizitor kanë kaluar portat e kalas së Gjirokastrës. Çdo vizitë është një udhëtim në shekuj mes mureve të Gurta që ruajnë historinë e qytetit, muzeve, galerive, armëve historike dhe pamjeve mbreslënëse mbi luginën e Drinos. Kalaja nuk është vetëm simboli i Gjirokastrës, por edhe një pikë takimi mes historisë dhe turizmit modern. Vizitorët ndalen për të njohur të kaluarën, për të fotografuar peizazhet e jashtëzakonshme dhe për të përjetuar atmosferën unike të qytetit të mbrojtur nga UNESCO. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi ka ndarë një video promovuese duke falenderuar të gjithë vizitorët që kanë zgjedhur Gjirokastrën si destinacion. Një mesazh mirënjohje për mira turistë që përveç kujtimeve të bukura bëhen ambasador të këtij qyteti në mbar botën. Me fluksin që vijon të rritet gjatë sezonit veror, Kalaja e Gjirokastrës mbetet një nga atraksionet më të rëndësishme turistike të vendit, një monument ku çdo gur rrëfen histori dhe ku çdo vizitor largohet me një përvojë të veçantë. Mini tunelet në pazarin karakteristik të Gjirokastrës po kthehen në pika të veçanta për turistët. Të ndërtuar gjatë periudhës së komunizmit, sot ato shfrytëzohen si biznese ku vizitorët blejnë produkte tradicionale dhe njihen me historinë, arkitekturën dhe funksionin e tyre mbrojtës. Mini-tunelet janë një pjesë interesante e trashëgimisë kulturore dhe historike në qytetin e Gjirokastrës. Këto tunele të ndërtuara gjatë periudhës së komunizmit, të cilat po shfrytëzohen si biznese, janë kthyer në atraksione turistike ku veçanërisht të huajt mund të blejnë objekte dhe produkte, ndërsa janë të interesuar për të njohur më tepër me historinë dhe arkitekturën e ndërtimit. We just arrived in Albania. Nuk e prisja të gjej një vend të tillë mes të pazarit. Të ndihmon të kuptosh më mirë se si ka qenë jeta gjatë periudhës komuniste. Është një përvojë shumë interesante. Erdhëm për të parë pazarin dhe për të blerë suvenire, por ky mini tunel ishte një surprizë. Historia e tij është shumë interesante dhe na ndihmon të njohim një pjesë të së kaluarës së Shqipërisë. Ja vlen ta vizitosh. Manushaqe Zhuli, menaxhere e njërit prej tuneleve të ndodhura në pjesën e sipërme të pazarit, shprehet se për të huajt zhvillimi i një biznesi në tunel është interesant. Interes më shumë kanë për objektet e luftës së parë apo të luftës së dytë botërore e të kohës osmane pastaj, ato që vinë janë të rralla, janë drejt zhdukjes ato. Të gjitha janë të veçanta, të gjitha janë të duhura për historinë. Ashtu si që janë dhe të kohës bizantine, po të koha osmane apo otomane, si që i thonë, është historia e këtij vendit. Aty ka enë që janë të datuar atë asaj kohe dhe e tregojnë me vull që janë shqiptare. Në këto tunele, vizitorët mund të blejnë objekte të vendit me rëndësi të veçantë dhe njëkohësisht mund të shikojnë strukturat e ndërtuara me gur dhe sistemet e ndërlikuara që përdoreshin për të siguruar mbrojtje në rast të lufte. Perla e jugut Saranda vijon të tërheq mira turistë vendas dhe të huaj në kulmin e sezonit veror. Plazhet me ujëra të kristalta, bukuritë natyrore, gastronomia dhe mikpritja shqiptare po lënë bresa tek vizitorët të cilët vlerësojnë qytetin si një destinacion ku cilësia e pushimeve shoqërohet me çmime të përballueshme. Saranda vijon të konfirmohet si një nga destinacionet më të preferuara të sezonit turistik veror, duke mirëpritur çdo ditë mira vizitor vendas dhe të huaj. Plazhet me ujëra të kristalta, peizazhet natyrore, gastronomia dhe ofertat e shumta turistike e kanë bërë qytetin një nga pikat më të kërkuara të rivierës shqiptare. Përveç ditëve në plazh, turistët zgjedhin të vizitojnë edhe atraksione si Syrica, Tërksamili dhe Gjiri Kakomes, ndërsa turet me barka përgjatë Bregdetit të Jonit mbetet ndër aktivitetet më të preferuara. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale përshtypjet e disa turistëve të huaj që po kalojnë pushimet në Sarandë. Ata vlerësojnë bukurinë natyrore, pastërtinë e detit, mikpritjen e banorëve dhe raportin e favorshëm mes cilësisë së shërbimeve dhe çmimeve.
Trouvez-vous une copine albanaise et venez à Saranda, vous allez bien vous amuser. Ciao, il mio nome è Raffaele, siamo stati qui a Saranda 8 giorni io e la mia ragazza, una città molto bella, abbiamo visitato numerose spiagge, acqua veramente bella, mare molto pulito, cibo molto buono e molto economico e anche la popolazione qui è molto accogliente, soprattutto con i turisti. Ja, wir sind hier seit 3 Tagen, wir machen hier Urlaub. Wir haben bisher schon relativ viel erlebt, den Strand. Wir haben eine Bootstour gemacht, so ein paar Küsten mit Badestopps und allem drum und dran. Und ja, das Essen hier ist auch sehr gut, oft relativ günstig. Ja, wir haben auch noch viel vor die Tage, eine Quad-Tour zum Blue Eye und noch andere Bootstouren sind geplant. Fluksi i lartë i vizitorëve po reflektohet edhe në aktivitetin e bizneseve turistike ku hotelet, restorantet dhe operatorët e tureve raportojnë një sezon mjaft të ngarkuar. Krahas pushimeve tradicionale në plazh, turistët po zgjedhin gjithnjë e më shumë eksperienca të organizuara, sporte ujore dhe vizita në monumentet natyrore e kulturore. Me natyrën e veçantë, historinë, gastronominë dhe mikpritjen që e karakterizon, Saranda Vionto mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit shqiptar dhe një vend ku sipas vetë vizitorëve ja vlen të rikthesh. Muaji korrik është mbyllur me një fluks të lartë lëvizjesh në pikën kufitare të Kakavijes, ndërsa hyrjet e emigrantëve dhe turistëve vijojnë të mbajnë të lartë ritmin dhe gjatë ditëve të para të gushtit. Statistikat e muajit korrik konfirmojnë se Kakavia mbetet porta kryesore e hyrëse nga Greqia. Gjatë këtij muaji janë përpunuar mbi 106.000 shtetas shqiptar në hyrje dhe dalje, ndërsa numri i shtetasve të huaj ka kaluar 50.000. Fluks të lartë ka pasur edhe në lëvizjen e automjeteve me mira mjete shqiptare dhe të huaja që kanë kaluar përmes kësaj pike kufitare. Sipas të dhënave të policisë kufitare, vetëm gjatë 24 orëve të fundit në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes u përpunuan 7.448 shtetas në hyrje dhe dalje, prej tyre 4.350 në hyrje në Shqipëri, ndërsa 3.089 dolën nga vendi. Gjatë së njëjtës ditë u përpunuan edhe 2.326 automjete, çka tregon fluksin e lartë të qarkullimit në këtë pikë kufitare. Ndërkohë në pikën kufitare të 3 urave u regjistruan 397 shtetas dhe 190 mjete në hyrje e dalje. Vetëm për qëllime turistike në këtë pikë hyn 51 shtetas të huaj. Blut e kufirit vijojnë të punojnë me sportele të plota për të përballuar fluksin e sezonit veror dhe për të shmangur pritjet e gjata. Emigrantët që kthehen për pushime pranë familjeve dhe turistët që zgjedhin jugun e Shqipërisë vazhdojnë të mbajnë të lartë lëvizje në Kakavije, një nga pikat kufitare më të ngarkuara të vendit gjatë muajve të verës. Fitimi i një procesi gjyqësor nuk e përmbyll gjithmonë në zgjidhjen e një çështjeje. Zbatimi i vendimit të formës së prerë është hapi që i jep atij efekt të plotë ligjor. Pikërisht këtë rol e ushtron Shërbimi Përmbarimor Shtetëror, institucioni që garanton ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në të gjithë vendin. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka sqaruar funksionet dhe shërbimet që ofron ky institucion, duke theksuar se përmbarimi shtetëror është hallka që siguron zbatimin konkret të vendimeve të gjykatave. Sipas tij, çdo ditë përmbaruesit shtetëror ekzekutojnë vendime që lidhen me pensionet ushqimore, të drejtën e takimit të prindërve me fëmijët, pagat e papaguara, detyrimet financiare, shpenzimet gjyqësore, gjobat penale, si dhe lirimin dhe dorëzimin e pasurive. Ministri bëri të ditur se Shërbimi Përmbarimor Shtetëror është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe ushtron aktivitetin në të gjithë territorin e vendit përmes 22 zyrave përmbarimore vendore, të cilat trajtojnë çështje në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për qytetarët që kërkojnë të regjistrojnë një çështje ose të informohen mbi procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm, Gogu apeloi që t'i drejtohen në zyrës përmbarimore të zonës ku banojnë. Ai theksoi se adresat e të gjitha zyrave janë të publikuara në faqet zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit Shtetëror. Sipas ministrit, njohja me institucionet dhe shërbimet që ato ofrojnë u kursen qytetarëve kohë, shmang vonesat procedurale dhe lehtëson zgjidhjen e çështjeve të tyre, ndërsa përmbaruesit ndërmarrin të gjitha veprimet që parashikon ligji për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Në fshatin Kakos të Lunxhërisë, banorët vijojnë traditën e kujdesit për baçet dhe prodhimet e stinës, ndërsa vera sjell edhe gjallërinë e familjeve që rikthehen nga emigracioni. Krajina po tërheq gjithnjë më shumë vizitor për natyrën, traditat dhe mikpritjen e saj.
Fshatrat e Gjirokastrës po kalojnë një nga periudhat më të vështira, por njëkohësisht edhe më të bukura të vitit. Në fshatin Kakoz në zonën e Lunxhërisë, banorët i gjejmë këto ditë angazhuar në baçet e tyre, duke u kujdesur për të mbjellat, perimet dhe frutat, në një punë të përditshme që kërkon përkushtim dhe mund. Për fshatin kjo është periudha më e vështirë për neve, se tani i kemi mbjellë të tëra, perime të tëra, po duan shërbime, duan prashitje, duan sidomos vaditje, si do është problem shumë. Megjithatë fshati ton ka ujë, nuk e kemi kaq të madh. Tani merremi me vaditin e tyre, me prashitjen, me lidhjen e domateve, me këtyre gjëra, për këto që kemi për vetë tonë. Megjithatë, tani ka filluar dhe periudha që mbjellim edhe këto të vjeshtë avash. Jo lakër, kokë, jo preshin, jo lule lakër kemi mbjellë, po në qikë të tëra. Edhe këto duan shërbime, duan një tra, duan prashitu, duan me këto pura. Ka banor që i tregtojnë nga fshati juaj? Të rallë. Një nga ata që tregtoj jam edhe unë. Se tani unë jo se dua të mbjellë për tregti, po ngelen. Për shumë si vetë me domate, unë ka vajtë 6-7 herë në treg. Se mbolla domate ngelen, qartë i bëja. Një dhe domate që kemi ne, si Kakos, në treg shkollë me njërë ka shie shumë të mirë. Me kushtra, mbjellë, në të tëra në cafë, domate, barbunja, fasule, pepere, partigjan, në të tëra. Behari është me punë të shumta? Shumë, jo një qikë. Të gjithë banorët mbjellin? Mirë, të gjithë. Të gjithë mbjellin, se duhem të rojnë. I tregtojnë apo vetëm për veten e tyre? E kanë që tregtojnë dhe e kanë për veten e tyre. Këto neve nuk është se në caktoj njëri që o do marosh këtë sot o s'ka. Ne këta i bëjmë bas qefit tonë. Do bëjmë një copë sot, një nesër. Çfarë keni mbjellë? Pipire, domate, patxhane, fasule më të poshtë, në të tëra që i do fshati i kemi bërë, kemi mbjellë. Vetëm për veten tonë. Çfarë kujdesi duan? Këto sidomos në këtë periudhë, në këtë temperaturën e madhe që është bërë tani duan shumë kujdes. Duan spërkatje, duan vaditje, sidomos vaditja është kryesorja tani në këtë. Po si godite do të në vaditje, marron çdo gjë. Po shqy zotin e si fshat, kemi ujë dhe për të pirë, edhe për të vaditur, kemi me bollëk. Në fshatin tonë janë 4 familje që kanë blegtori. Janë 3 me dhën edhe një me dhi. Produktin e qojnë në Baxho, sidomos këta të dhënë dhe qojnë vinë e mirë ajo firma e Sarandës. Tani ju afron festa e fshatit, apo jo? Pa tjetër, ne me zi e presë, ja shkojnë se që ku bëjmë sa regullime, sa pastrime, me këto sebepe, regullojt edhe një diçka në fshat. Festa e fshatit do bëhet panajiri Lunxhot më 28 gusht. Jemi mirë. Kjo është gjithashtu një nga periudhat më të bukura për këto fshatra, pasi gjallërohet nga emigrantët që kthehen për pushimet verore. Prania e tyre sjell më shumë jetë në komunitet, duke rikthyer traditat, familjen dhe atmosferën e ngrohtë që karakterizon jetën në fshat. Jo vetëm që gjallërohet fshati, po na bëhet zemra ma që shohim sa fëmijë, më zot. Bërë shohim fëmijë kënaq kemi kur i shohim, se tani kthehen fëmija jo për kemi ca festat e fshatit, jo për pushimet që janë ata ndeja. Me thënë të drejtën gjallërohet fshati s'ka më mirë. Të kënaq është sidomos në darkë tek neve, në darkë, gumzhin shesh i fshatit, gumzhin nga fëmija. Për festa po, vinë plot. Si mbas punës që kanë, kjo si janë me punë. Nuk vinë dot, nuk u japin leje, po që marrin pushimet vinë të tërë. Fshatrat e zonës së Lunxhërisë po tërheqin edhe turistë të huaj, të cilët i preferojnë për natyrën e bukur dhe mikpritjen e banorëve. Në zonë janë hapur edhe disa bujtina, duke e kthyer këtë krahi në një destinacion gjithnjë më të kërkuar për turizmin rural dhe përvojat autentike.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës vijon procesin e trajtimit të aplikimeve për regjistrimin e pronave në fshatrat Aliko dhe Caush të Bashkisë Finiq. Sipas njoftimit të ASHK-s, po trajtohen të gjitha aplikimet për shtëpitë e ndërtuara para vitit 1991, oboret në përdorim dhe trojet funksionale. Specialistët e Kadastrës kanë përfunduar verifikimin dhe matjet në terren për të gjitha pasuritë e përfshira në proces, ndërsa të dhënat janë afishuar pranë drejtorisë vendore të ASHK-s në Sarandë. Në shkallë vendi procesi regjistrimit të shtëpive të ndërtuara para vitit 1991, oboreve në përdorim dhe trojeve funksionale është pjesë e programit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për formalizimin e pronësisë dhe zgjidhjen e problematikave të trashëguara ndër vite. Procesi synon të jap zgjidhje mira familjeve që zotërojnë banesa të ndërtuara para vitit 1991, por që nuk disponojnë dokumentacion të plot pronësie. Përmes verifikimeve në terren, matjeve kadastrale dhe shqyrtimit të dokumentacionit, ASHK identifikon pasurit, afishon të dhënat për verifikim publik dhe më pas emeton vendimet përkatëse, duke mundësuar regjistrimin e pronës në emër të poseduesve. Ky proces po zbatohet gradualisht në të gjithë vendin dhe synon të rrisë sigurinë juridike të pronës, të lehtësojë transaksionet me pasuritë e paluajtshme dhe të përmbyll një nga proceset më të rëndësishme të formalizimit të pronësisë në Shqipëri. Galeria e Arteve në Sarandë hap dyert për ardashësit këtë sezon veror. Turistë vendas dhe të huaj krahas plazheve dhe trashëgimisë kulturore të qytetit kanë mundësinë të vizitojnë edhe ekspozitën e skulptorit Agron Rushiti. Me 84 vepra me skulptura dhe vizatimesh, ekspozita pasuron ofertën kulturore të Sarandës dhe do të qëndrojë e hapur për të gjithë vizitorët. Galeria e Arteve në Sarandë po mirëpret këtë sezon një ekspozitë të veçantë të skulptorit shqiptar nga Fjerri Agron Rushiti, një rrugëtim artistik i ndërtuar ndër vite që vjen për publikun përmes një koleksioni të pasur me skulptura dhe vizatime, duke sjellë një dialog mes formës, materialit dhe shprehjes njerëzore. Autori i kësaj ekspozite është krijues që krijimtarinë e tij nis që nga Shqipëria në Itali, në Norvegji dhe tani së fundi që jeton dhe krijon në Korfuz. Ky autor ka studiuar në Shqipëri, në Itali dhe krijimtaria e tij duket të veçantë, që nga motivet që ai ka, që nga portretet, figurat e kompozuara dhe mjeshtria e tij e realizimit të këtyre veprave të artit. Kjo ekspozit ka një gjë të veçantë, që veprat e tija që tregojnë rrugëtimin e tij artistik, sepse ky ka qenë i vlerësuar në për shumë ekspozita ndërkombëtare, e kombinon këtu edhe me vizatimin grafik në karbon, që kjo do të thotë që ky është një artist i kompletuar, i veçantë për cilësitë e tij artistike, që tregon punën, procedurën se si bën. Një ide që vjen, e vizaton, e modelon dhe e kundërta. Pra është një skulptor impresionist bashkohor që di të kombinoj formën me volumin dhe tjetër karakteristik që ka ky, ka të gjitha veprat pothuajse në terakot, që do të thotë argjilin e përdor si lëndë të parë, po ai e pjek, e glazuron, e tonon dhe jep imazhe të ndryshme të veprës së tij. Ekspozita përbet nga 84 vepra arti, ku 45 prej tyre janë skulptura, ndërsa pjesa tjetër përfshin vizatime të realizuara nga artisti. Përmes kësaj përzgjedhjeje Rushiti prezanton botën e tij krijuese, ku figura njerëzore, portreti dhe emocionet janë në qendër të veprës artistike. Drejtori i Galerisë së Arteve vlerëson se kjo ekspozitë sjell një gërshetim harmonik mes kulturës dhe vizatimit, duke i ofruar vizitorit një përvojë të plot estetike. Këto bëjnë një gërshetim shumë harmonik, shumë të bukur, që vizitori, dhe sidomos një profesionist, vlerëson atë çka ky është një artist profesionist që mbart me vete vlera për një art, për një skulpturë bashkohore. Dhe sidomos në portretin e tij, duke u nisur dhe nga, do të thonë në radhë parë nga vlerat e ekspozitës, në radhë të dytë nga interesi i vizitorëve për këtë lloj veprash që ka sjell, neve ekspozitën do ta kemi dhe gjithë gushtin, sepse në shtator na pason një ekspozitë tjetër, dhe kjo shumë interesante që do të jetë me artistë gra.
Pas një karriere ndërkombëtare dhe eksperiencash artistike në disa vende të botës, Agron Rushiti rikthehet për publikun shqiptar me një ekspozitë që dëshmon forcën shprehëse e të artit figurativ. Veprat e tij mbeten një udhëtim mes traditës së skulpturës dhe kërkimit bashkëkohor, duke kthyer galerinë e arteve në një hapësirë takimi mes artistit dhe ardashësve. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.